Ish maturant të vitit 1976 të shkollës Jani Vreto në Leskovik u rikthye në vendin e kujtimeve të tyre pas gati 50 vitesh, në një takim të mbushur me emocione, nostalgji dhe përqafime të ngrohta. Takimi shërbeu si një udhëtim pas në kohë, ku ish maturantët ndan historitë dhe përvojat e jetës së tyre pas përfundimit të shkollës. Në këtë takim, ish maturantët përcollën mesazhe për brezat e rinj. Kemi ardhur nga vende të ndryshme, Greqia, Amerika, Australia dhe Shqipëria njëkohësisht këtu. Jemi shumë të kënaqur, kemi qenë një klasë shumë fëmijë të mirë, të sinqertë, të dashur. Urojmë të jenë kështu edhe brezat e reja, të jenë të sinqertë, fëmijët e sotëm, se janë lidhur shumë me telefonat dhe ato dhe devijojnë në të gjitha gjërat. Emocioni edhe ajo që ne u pam pas kaq vjetësh është shumë e madhe, shumë e madhe. Gjithmonë kujtojmë këto të shkollës, kemi marrëdhënie të mira me telefona, me kështu. Urojmë njëri tjetrin në Krishtlindje, në Pashkë, në festat i urojmë. Kemi kaluar shumë mirë, unë për asnjërin nuk ruaj ndonjë kujtim të keq, kanë qenë shumë të afruar, shumë miqësor. Brezi i ri duhet të vazhdoj shkollë, të ruaj kujtime, të ruaj shoqërinë, të ruaj miqësinë, të ketë dashuri për atë vend, për vendin e tyre. Ky takim ishte jo vetëm një përjetim nostalgjie, por edhe një mundësi për të reflektuar mbi rëndësinë e shkollës, të mësuarit dhe lidhjet njerëzore që zgjasin gjithë jetën. Ish maturantët u ndan me një premtim, të mos lejojnë që koha t'i largojë, por të vazhdojnë të takohen dhe të kujtojnë së bashku rrugëtimin e nisur një gjysmë shekulli më parë.